Duke marrë shkas edhe nga problematika që janë shfaqur muajt e fundit me përmbytjet dhe rëshqitjet në të gjithë vendin, me kërkesë të Këshillit të Qarkut Dibër dhe prefektit, Bordi i Kullimit Durrës nëpërmjet Agjencisë për Qarkun Dibër ka nisur punën për pastrimin e kanaleve kulluese të tokave bugjesore në fshatin Suç të Bashkisë Klos. Prej ditësh një mjet tip ekskavatori i Bordit të Kullimit Durrës po punon për hapjen dhe pastrimin e të gjitha kanaleve të fushës së Suçit. E ndërsa po bëhet pastrimi i këtyre kanaleve, një problem i cili shoqëron banuar prej dekadash ka dalë në pa, ai i urave të ndotura që rrjedhin në sipërfaqe. Shqetësuese situata mbetet në afërsi të shkollës së mesme të Bashkuar Argjilata, ku ujërat e zeza rrjedhin në kanalin që është pastruar dhe tashmë rreziku i infeksioneve është rritur. Jashtëkamra zbanuar të Suçit thanë se vazhdimisht ju është premtuar zbatimi i një projekti për riabilitimin e plotë të ujërave të ndotura nëpërmjet një rrjeti të mbyllur, por deri tani nuk është realizuar. Ata theksojnë se situata bëhet më shqetësuese kur rriten temperaturat gjatë verës, e bashkë me to rritet edhe mundësia e përhapjes së infeksioneve të ndryshme.